U rikthyem sërish në studio për të vazhduar si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit me të ftuarit tanë, ku ne gjithmonë mundohemi të trajtojmë tema të ndryshme. Kësaj radhe do flasim pikërisht për forumin rinor islam dhe këtu me mua në studio kemi edhe antarën e këtij forumi, Zejnepe Ramadani. Mirë se erdhe Zejnepe në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Mirë se vëgjetëm, faleminderit shumë për ftesën. Dhe kënaqësi të jam në mesin juve dhe të flas për një organizatë që ka 25 vite që është në shërbim shoqërisë. Pikërisht, të flasim pak për forumin rinor islam. Mund të na thuash se cili është misioni dhe vizioni i kësaj organizate? Atëherë, Forumi Rinor Islam është një organizatë rinore, jo qeveritare, e cila është themeluar me 5 korrik të vitit 2000 nga angazhimi dhe vullneti i disa të rinjve. Dhe vitin që lan pas, Forumi Rinor Islam festoi edhe 25 vjetorin të themelimit të tij, pra jubileun, prej nga themelimi i tij, pra me moton një çerek shekulli në shërbim të shoqërisë. Misioni i Forumit Rinor Islam është kultivimi i vlerave universale islame dhe mbrojtja e të rinjve nga devijimet, si dhe ngritja dhe aftësimi i tyre, sepse ne dimë se rinia është thelbi i shoqërisë, ndërsa vizioni i Forumit Rinor Islam është jetë udhëheqës në fushën e veprimtarisë rinore, të jetë shembulli një organizate të suksesshme që merret me zhvillimin e gjithëmbarshëm, qoftë ajo shpirtëror, qoftë ajo moral, kulturor, edhe domethënë të jetë organizate afirmuar në vend edhe më gjërësisht, pra të jetë edhe afirmuar në vend ndërkombëtar. Zejnepe, mund të na thuash se çfarë aktivitetesh organizon Forumi Rinor Islam për të kontribuar në formimin shpirtëror, moral dhe intelektual tek të rinjët? Atëherë, Forumi Rinor Islam organizon aktivitete me karakter edukativ, aftësues, që kontribuojnë drejt për drejt në aspektin qoftë moral, shpirtëror apo intelektual. Ndër aktivitetet kryesore aftësuese janë edhe aktivitetet e platformës Mozaiku Rinor. Është një platformë e cila në vetë ngërthejnë edhe 3 nën projekte, që janë Eureka, Incepti dhe Talentiumi. Pjesëmarrësit e këtyre projekte janë kryesisht të rinjt. Pra te Eureka kemi të rinjt nxënësit e klasave të 9-të, te Incepti kemi nxënësit e viteve të para dhe të dyta të shkollave të mesme, dhe të Talentiumi kemi nxënësit e viteve të 4-ta edhe studentët. Më thani keni të ndara. Po, patjetër, dhe janë të strukturuar sepse çdo moshë e ka edhe nevojën specifike të vetën. Atëherë, përmes Mozaikut Rinor, të rinjt përveç temave që trajtohen, ato fitojnë aftësi për komunikim efektiv, për bazat e leadershipit, për menaxhimin e stresit, menaxhimin e emocioneve, edhe patjetër edhe rëndësinë e aktivizmit rinor. Po për ngritjen shpirtërore, organizohen ligjërata me tema të ndryshme, qoftë edhe ato fetare. Tashmë në fokus e kemi trajnimet edukative apo procesin edukativ, që kam mësime mbi jetën e profetit Muhammed a.s., mësime mbi jurisprudencën islame, mësim besimin fetar, edhe mësimin e Kur'anit familjar. Gjithashtu organizohen edhe shkolla verore, edhe shumë aktivitete tjera të ngjashme, ndërsa për zhvillimin intelektual i kemi edhe bursat studentore, që janë ndarë këtë vit mbi 100 bursa, përveç se i mbështetim në aspektin financiar për të vazhduar studimet e tyre, njëkohësisht i mbështetim ato edhe në aspektin edukativ, pasi që ka program edukativ enkas për bursistët të cilët e ndjekin këtë proces. Ka ju intereson më shumë të rinjave? Për çfarë shprehin ata? Cilat tema duan ato më shumë ti trajton organizatën tuaj? Atëherë, siç e përmendëm, Forumi Rinor Islam trajton tema të ndryshme, që kanë edhe karakter të ndryshëm. Ju propozojnë të rinjët temat të cilët duan ata të trajtohen? Patjetër. Na i dim problemet apo sfidat të cilat ballafaqohen të rinjt sot, edhe më të ndjeshmet janë ato të shëndetit mental, të menaxhimit të stresit, menaxhimit të kohës, ndoshta edhe presionin nga shoqëria, bullizmi, të tjerat. Janë edhe tema që kanë interesim më të madh, po edhe që vetë i shprehin pjesëmarrësit, pasi që ne pas çdo aktiviteti marrim edhe anketa nga pjesëmarrësit, që kjo na ndihmon edhe në organizimin më të mirë të aktiviteteve tona, por edhe shohim se çfarë preferenca kanë pjesëmarrësit dhe si mund t'ju ndihmojmë ato
atyve më mirë. Më mirë. Mund të na thuash se cilët janë sfidat kryesore me të cilat përballen, të themi tani më rinia e ditës së sotshme dhe si përpiqet Forumi Rinor ti adresoj ato sot? Atëherë ne dim se në kohën që përjetojmë, që mbizotron edhe teknologjia, rrjetet sociale, sfidat të cilat ballafaqohen të rinjt janë të shumëllojshme. Nga ato dhe që i përmendëm janë sfidat me shëndetin mental, sfidat nga bullizmi, nga presioni shoqëror, sfidat nga orientimi i jetës, ose qoftë ajo orientimi profesional, dhe Forumi Rinor Islam mundohet të organizojë trajnime, aktivitete të ndryshme që mundson të rinjve ta krijojmë një ambient më pozitiv dhe gjithashtu të mbështesim ato. Disa prej tyre janë edhe trajnime që mbajmë me psikolog, sociolog të ndryshëm, siç është rëndësia e shëndetit mendor edhe orientimi profesional, edhe shumë të tjerë. Të flasim pak për gjithë ata të rinj, të cilët të duan të bëhen pjesë e Forumit Rinor Islam, si mund të bëhen antar të themi të Forumit Rinor Islam dhe cilët janë ato benefitet apo përfitimet që i marrin nga ky forum? Atëherë, për të bërë pjesë e aktiviteteve të Forumit Rinor Islam, nuk është një proces që kërkon ndonjë protokoll shumë të ngurtë, sepse ne i paraqesim aktivitetet tona, iniciativat, çka do që tjetë në rrjetet sociale, i paraqesim ato si të hapura, se ne e dim se platformat digjitale janë ato të cilat përdoren më shumë të rinjt dhe ne më lehtë komunikojmë me ata në atë mënyrë, edhe ato përmes platformave digjitale informohen për aktivitetet që organizon Forumi Rinor Islam, edhe në mënyrë shumë të lehtë, domethënë në mënyrë shumë rehat, mund të marrim pjesë në aktivitetet tona. Përderisa ne flasim, ne shohim edhe në ekran që shohim fotot nga aktivitetet e Forumit Rinor Islam, të cilat e shohim që rinia në këtë organizatë është një numër i madh i të rinjeve që marrin pjesë dhe unë ju përgëzoj për këtë pjesë. Mund të na thuash se për arsye se edhe ju jeni e re në moshë dhe si u bërët i pjesë e këtij Forumit Rinor Islam? Kur flasim tek pjesëmarrja. Patjetër. Atëherë në Forumi Rinor Islam njëherë kam marrë pjesë si një pjesëmarrëse e thjeshtë në ligjërata, në aktivitete të ndryshme dhe pastaj e vrejta se Forumi Rinor Islam nuk është thjesht një ambient që të vije dhe ikje, po ishte një ambient që formoheshe dhe rriteshe, edhe kjo ishte ajo arsyeja që më motivoi edhe unë të vazhdoj edhe të gjyte më thellë në angazhimin me Forumin Rinor Islam. Ju jeni në studime në fushën e psikologjisë. Mund të na thuash se sa të ndihmon të themi edhe këtu Forumi Rinor Islam, përderisa mund të themi që pjesën e ligjëratave ju e bëni në universitete, në fakultet, por atë pjesën teorike mund të themi që në një çfarë mënyre të ndihmon? Patjetër, edhe arsimi formal që e ndjek në universitet, edhe pjesëmarrja ime në Forumin Rinor Islam që është arsimi jo formal, se do të dyja e ushqejnë njëra tjetrën, përderisa unë atë pjesën teorike e ndjek në universitet, pra i shoh ndoshta edhe aty sfidat me cilët përballemi ne. Pjesën praktike mund edhe ta shoh, por edhe ta praktikoj në Forumin Rinor Islam, domethënë drejt për drejt. Të dyja të ushqejnë njëra tjetrën. Kështu që e ke një mundësi shumë të mirë, mund të themi lirshëm, që sadopak të ka dhënë një mundësi për të themi edhe profesionin tënd, të përforcosh, ta bësh atë pjesën teorike. Të flasim pak për rolin e Forumit Rinor Islam. Mund të na thuash se cili është roli i kësaj organizate në promovimin e solidaritetit, vullnetarizmit dhe përgjegjësisë shoqërore? Atëherë, roli i Forumit Rinor Islam në promovimin e solidaritetit, vullnetarizmit, përgjegjësisë shoqërore është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pasi që me iniciativat që merr, si që kemi iniciativat humanitare, sociale, qoftë edhe ajo për kontribumet të ndryshme, e shohim se është një ambient ku të rinjt edhe mund të kontribojnë. Ne gjithashtu edhe moton e këtij mandatit e kemi nga vetja për shoqërinë, përderisa zhvillohemi vetë, njëkohësisht edhe kontribojmë te tjetërkush, edhe në këtë ndjenjë është diçka që nuk mund përshkruhet pasi që ti jep diçka që nuk pret kompenzim nga pala tjetër. Mund të na thuani se cilët janë aktivitetet që e dallojnë Forumin Rinor Islam, të themi për gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit?
Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, Forumi Rinor Islam organizon aktivitete të ndryshme që synojnë forcimin e solidaritetit. Disa nga ato më të rëndësishmet janë pritja e muajit të Ramazanit me tribuna, mirë se vjen Ramazan, ku të ftuar si ligjërues kemi profesionist dhe gjithashtu dhe psikolog për treguar rëndësinë dhe si ndikon muaji i Ramazanit si një parapregaditje për ta pritur këtë muaj të bekuar. Organizon gjithashtu edhe aksione humanitare, aktivitetet të ndryshme, si që janë edhe mukabelet, që është leximi i Kuranit deri në fund të muajit të Ramazanit, bashkarisht, flet urime të Ramazanit, që shpërndahen te qytetarët, edhe gjithashtu edhe vetëdijsimin edhe në përshkolla, të vetë nxënësit se si mund ato ta menaxhojnë kohën më mirë edhe për studime, por njëkohësisht edhe për ta shfrytzuar muajin e Ramazanit në mënyrë më efektive. Më efektive. Çfarë mund ta presim? Cilat janë aktivitetet edhe për festën e Bajramit, të themi, pasi që jemi edhe pak ditë në ka ngelur, jemi në ditët e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe pastaj kemi edhe festën e Fitr Bajramit. Mund të na thuash se çfarë presim nga Forumi Rinor edhe për festën e Bajramit? Atëherë pasi që jemi edhe të ditët e fundit të Ramazanit, desha ta cek edhe që organizojmë edhe iftaret kolektive, dhe ato janë një pjesë e rëndësishme e projekteve të Ramazanit. Për ditët e fundit kemi edhe mbrëmjet kuranore që i realizojmë, ndërsa për festën e Bajramit, zakonisht Forumi Rinor Islam organizon koncertin e Fitr Bajramit, e Bajramit në përgjithësi, edhe si një koktej Bajrami bashkë me aktivistët për të festuar. Mund të na thuash se bëhen këto aktivitetet vetëm në qytetin e Shkupit, të themi këtu, apo shkoni edhe në për qytete tjera si Kumanova, Tetova, aty ku mund të themi që kemi një numër të madh të muslimanave apo të shqiptarëve një pjesë? Atëherë Forumi Rinor Islam është një organizatë e cila është e shtrirë në më shumë vende, nuk është vetëm në Shkup për shembull, është e shtrirë në 6 degë, dhe ato si në Kumanov, në Shkup, Tetov, Kërqov, Prilep dhe në Gosivar. Pra në gjithë këto 6 degë, Forumi Rinor Islam është aktive me gjitha aktivitetet e tyre, pa marrë parasysh vendit. Vendit, me thonë rinia e Tetovës, bën aktivitetet në qytetin e tyre, të Kumanovës e kështu me radhë. Mund të na thuani se sa është interesimi të rinjave për të bërë pjesë e Forumit Rinor Islam? Sa ka interesim? Atëherë, duke marrë parasysh edhe shtrirjen e Forumit Rinor Islam në 6 degët e saj, e shohim se edhe interesimi të rinjve vetëm shkon edhe rritet. Të rinjt shprehin interes jashtëzakonisht të madh për të bërë edhe aktivist, ndoshta edhe vetëm për të përfituar, por gjithashtu edhe për të kontribuar tek Forumi Rinor Islam. Sepse ka qasje shumë të lehtë, edhe është një ambient shumë i ngrohtë ku të rinjt nuk hezitojnë edhe vinë edhe janë pjesë e Forumit Rinor Islam. A mund të themi që interesimi të rinjve është pikërisht gjatë muajit të Ramazanit, apo zakonisht mund të themi që ndodhe edhe kur nuk është Ramazan, po dhe më herët që të jem pjesë e Forumit Rinor, po mund të themi lirshëm se gjitha organizatat gjatë këtij muaj të shenjtë kanë, mund të themi, aktivitete të shumta, programe, projekte kështu me radhë. Interesimi është i vazhdueshëm, pa marrë parasysh edhe kohës. Nuk luam. Edhe pse muaji Ramazanit e ka një atmosferë ndryshe, ndoshta edhe për atë të rinjt janë emocionohen më shumë. Më aktiv, mund të themi lirshëm. Po pa marrë parasysh asaj në gjithë aktivitetet, në gjithë kohën, do me thonë të rinjt janë gjithmonë. Mund të na thuash sa rëndësi kushton Forumi Rinor Islam edukimi dhe vetëdijsimit të rinjve për vlerat morale dhe familjare në shoqërinë e sotme? Ju pak a shumë i potencua që mbani aktivitete, ligjërata pikërisht për këto? Atëherë, angazhimi dhe fokusi kryesor i Forumit Rinor Islam është edhe procesi edukativ, pra krijimi i një të rijut model, ku të rinjt ndjekin çdo javë plan programin edukativ, dhe qëllimi kryesor është që të rinjt t'i shohin vlerat si vlera dhe antivlerat si antivlera, pasi që në kohën që po jetojmë është shumë rënd të dallojmë të mirën nga e keqja. Jemi vetëdijshëm se kjo lidhet edhe me edukimin e mirëfillt, që ka dhe burimin nga familja. Për atë edhe Forumi Rinor Islam ka një numër të madh
të pjesëmarrësve që e ndjekin këtë proces edukativ dhe ne dim se një i ri i cili e ndjek këtë proces, atëherë edhe do të reflektoj këtë në shoqëri. Në shoqëri. Mund të na thuash se a bashkëpunon Forumi Rinor Islam me institucionet e tjera, si duke filluar me organizatat rinore, por edhe me institucionet arsimore për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta? Gjatë rrugtimit ton 25 vjeçar, Forumi Rinor Islam është bërë njëra prej organizatave me shtrirje më të gjerë në vend. Jemi antar aktiv në organizata të ndryshme, edhe fetare rinore, edhe studentore, brenda dhe jashtë vendit, konkretisht në organizatën botërore rinore islame, në organizatën ndërkombëtare studentore, si dhe në organizatën Femiso, e cila është pjesë e Komisionit Evropian. Po në vendin ton kemi bashkëpunime të mirëfillta me komunat e udhëhequra nga kryetar shqiptar, me institucione të ndryshme, disa ministri, si dhe me shkollat e mesme dhe universitetet shqiptare. Mund të na thuash se sa kanë ndikim edhe rrjetet sociale në komunikimin dhe organizimin e aktiviteteve të themit të Forumit Rinor Islam me të rinjët, duke pasur parasysh se tani më teknologjia po e bën vetën dhe e dim që gjithçka çfarë bëhet nëpërmjet rrjeteve sociale. Atëherë, rrjetet sociale kanë një ndikim të rëndësishëm në komunikimin me të rinjt sot. Përmes platformave digjitale, Forumi Rinor Islam arrin të informojë të rinjt për aktivitetet që organizon, për iniciativat që do të merr dhe kështu bëhet edhe përdorimi efikas për mobilizimin e të rinjve me njoftime që i postojmë ne. Ato gjithashtu përveç që njoftohen, ato edhe ndajnë ide editet e tyre që duke mundësuar njëkohësisht që vetë të përdoren në mënyrë më efikase dhe më të mirë. Më efektive. Mund të na thuash se cili është mesazhi që përpiqeni të përcjellni tek të rinjët përmes aktiviteteve dhe projekteve që organizohen nga Forumi Rinor Islam? Mesazhi kryesor që përpiqemi të përcjellim te rinia është rëndësia e vlerave të shëndosha, përgjegjësia personale dhe inkurajimi për të kontribuar në shoqëri. Dëshirojmë të tregojmë se mund të shfrytëzojnë potencialin e tyre për të rritur dhe mos të hezitojnë të marrin pjesë në aktivitetet si Forumi Rinor Islam që organizon dhe mos të presin për momentin e duhur për të kyçur. Momenti i duhur është tani, mjafton vetëm të marrin hapin edhe të fillojnë. Keni ndonjë shifër apo ndonjë numër se cila moshë është, të themi, më interesuar që të jenë pjesë e kësaj organizate nga ana e të rinjëve? Të themi se ju i cekët që i keni 3 kategori, ato të fillorës, të mesme dhe viti 4 dhe ato që janë në studimet e larta. Për atë se dhe vetë Forumi Rinor Islam, pra është organizatë rinore, që ngërthen do me thonë moshat prej klasave të nënta edhe studentët. Më thonë prej klasave të nënta është mosha minimale që mund të marrin pjesë edhe deri më lartë. Interesimi nga cila moshë është më shumë? Interesimi është më shumë nga shkollarët e mesme. Nga shkollat e mesme, shumë mirë. Mund të na thuash se organizon Forumi Rinor Islam aktivitete humanitare dhe çfarë rëndësie mund të themi kanë këto aktivitete kur pikërisht rëndësia ka solidariteti tek të rinjët? Forumi Rinor Islam ka rol të rëndësishëm në promovimin e solidaritetit dhe për aktivitetet humanitare në mënyrë indirekte bën mbështetjen logjistike të organizatave që miren me aksione humanitare, siç janë organizata humanitare Kalliri Mirësisë edhe shoqata edukative Vllaznia, përmes pakove ushqimore të Ramazanit për familjet në nevojë, gjithashtu edhe bursat studentore të cilat ju ndihmojnë të rinjve në procesin e studimeve edhe shumë aksione të tjera. Aksionet e tjera. Mund të na thuash deri më tani sa pak ushqimore keni ndarë për familje që kanë nevojë nga Forumi Rinor Islam, ku e dim që ndoshta edhe pasi që përbëhet nga të rinjët, sa kanë qenë edhe ato të gatshëm, të themi, për t'ju ndihmuar këtyre familjeve që kanë nevojë? Një shifër konkrete nuk kemi për shkak se në muajin e Ramazanit atëherë pakot shpërndahen me faza. Në rrjetet sociale mund ta shihni se sapo e kaluan fazën e parë të 100 pakove të shpërndara në muajin e Ramazanit dhe kjo do të vazhdojë përderisa do të kemi mbështetje dhe donacione nga të tjerët. Interesimi i të rinjve ka qenë se kanë dhënë donacione edhe online. Do të thonë kemi një mënyrë të dhënies së donacioneve përmes faqes tonë, ku secili sa ka mundësi mund të kontribuojë për aktivitetet që i realizojnë.
Do t'jeni aktiv edhe me shpërndarjen e pakove edhe gjatë festës së Bajramit nga Forumi Rinor Islam, mund të presin ato familje të cilët ka nevojë sadopak për t'i gëzuar, sidomos kur bëhet fjalë për festën e Bajramit. Patjetër, përveç muajit të Ramazanit, që ndihmojnë familjet e nevojë, ka rëndësi edhe festa e Bajramit, që edhe për fëmijë shpërndahen dhurata, pako, edhe për fëmijët me nevoja të veçanta, do me thënë aktivitete me karakter të ndryshëm. Me karakter të ndryshëm, pikërisht. Mund të na thuash se sa është edhe i rëndësishëm angazhimi vullnetar i të rinjve në ndërtimin e një shoqërie më të përgjithshme dhe më humane, të themi? Angazhimi vullnetar i të rinjve është jashtëzakonisht i rëndësishëm për krijimin e një shoqërie të shëndosh, pasi që rrit ndërgjegjësimin shoqëror edhe i bën të rinjt të ndjehen më përkatës në komunitet, sepse rinia nuk është vetëm një moshë, po është një forcë, edhe nëse ajo forcë kanalizohet në mënyrë efikase, mund të bëjë ndryshim të madh. Për atë edhe rinia është shtylla e një vendit, edhe e ardhmja e një vendit. E ardhmja e një vendit, edhe Forumi Rinor Islam përpiqet krijojë mundësi që të rinjt të angazhohen në projekte të ndryshme, duke zhvilluar aftësi të rëndësishme dhe një ndjenjë të fortë përgjegjësie ndaj komunitetit. Pra të bashkëpunojnë me ekip, të marrin përgjegjësi. Cili është një që pasi që ti je bërë pjesë e këtij forumit, një projekt mund të them që je ndarë edhe ti e kënaqur, mund të themi dhe ka qenë të kalon një mbresë tek ti? Ka shumë projekte që dua t'i cek, pasi secila e ka atë mesazhin e vet, misionin e vet, po që do e dalloje një pak më shumë të themi nga të tjerat. Ndoshta platformën Mozaiku Rinor, pasi që Mozaiku Rinor nuk i trajton pjesëmarrësit vetëm si objekt, për shembull vetëm të dëgjojnë ose të përfitojnë, por si subjekt i saj, për shembull të japin, të kontribojnë, pasi që edhe vetë temat që trajtohen aty kanë të bëjnë me komunikimin efektiv, bazat e leadershipit, mënyrat e menaxhimit, edhe për atë ndoshta e kisha veçuar më shumë Mozaiku Rinor, pasi që edhe aty e ka marrë hapin ku kanë filluar të jenë më aktive në Forumin Rinor Islam. Cilat janë të themi plane dhe projektet në të ardhmen nga Forumi Rinor Islam, çfarë mund të presim? Planet e Forumit Rinor Islam për aktivitetet që do të organizoj janë më së shumti fushatat sensibilizuese në shkollat e mesme, pasi që aty janë prezent më shumë të rinj, kryesisht me temat që janë më të ndjeshme, për shembull për menaxhimin e stresit, menaxhimin e emocioneve, ndoshta edhe orientimin profesional, dhe shumë të tjera. Pra, Forumi Rinor Islam ka për synim që edhe procesin edukativ ta zgjeroj sa më shumë dhe njëkohësisht të bëj bashkëpunime me organizata dhe institucione të tjera që të ketë ndikim sa më të madh në vend. Mund të na thuani se sa të rinjët të themi kërkojnë ndihmë nga Forumi Rinor Islam? Ne e dim që jemi një shoqëri ku fenomeni bullizmit është i pranishëm tek ne si vend, jo vetëm tek ne në vendin ton, po mund të themi në gjithë botën, kudo. Përveç bullizmit, sa kërkojnë ndihmë, por pasi që ju jeni edhe në studimet e psikologjisë dhe a kërkojnë ndonjëherë ndihmë, ndonjë këshill e kështu me radhë? Ose për ndonjë problematik tjetër, jo vetëm për bullizmin. Siç e theka edhe më herët, ne i shfrytëzojmë shpesh herë anketat që janë në mënyrë anonime, sepse jo gjithkush vjen edhe kërkon ndihmë, sepse ndonjëherë këto tema janë edhe tabu në shoqërinë tonë, edhe kanë pak më të vështirë për t'u adresuar direkt te dikush. Po ne për shkak se përmes atyre anketave e dim se çfarë nevoje kanë të rinjt, edhe ashtu lloj aktivitetesh edhe ofrojmë. Për atë edhe kjo është një mënyrë bashkëpunimi indirekt me të rinjt, që mundohemi pra nevojat që i kanë t'ja u përmbushim me temat të cilat ju interesojnë më shumë atyve dhe janë më të nevojshme. Cilat janë ato temat më së shumti që ju intereson të rinjave? Atëherë të rinjt janë më shumë të interesuar në aktivitete për zhvillim personal, edhe më shumë që kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Siç tham, këto janë tema më aktuale, sepse tash jemi në botën e teknologjisë ku krahasimi veç shkon e rritet, edhe rinia është ajo që është më e prekur ndaj bullizmit, ndaj presionit shoqëror, edhe këto janë temat të cilat më shumë ju interesojnë të rinjve, që kanë të bëjnë me zhvillimin personal, aftësimin e tyre. Çfarë mund të presim nga të rinjët nga Forumi Rinor Islam në të ardhmen? Atëherë kemi shumë aktivitete, kemi shumë projekte të cilat na presin, duhet frymëzim, vullnet,
Njeriu është student gjatë jetës, student i jetës, i përvojave, i eksperiencave dhe gjithmonë edhe shkon edhe mëson. Njëra prej universiteteve më them është edhe Forumi Rinor Islam, është si shkollë e dytë për mua, ku të rinjt mësojnë diçka që nuk kanë mundur ta marrin në arsimin formal, mësojnë se si të bashkëpunojnë në ekip, si të organizojnë dhe kontribojnë, dhe për atë, domethënë, prej atyre preset vetëm vullneti dhe dëshira për të kontribuar. Zinajt, mund të na thuash se sa të kanë ndihmuar edhe ty Forumi Rinor Islam? Për të zhvilluar? Patjetër. Si që ECEKA për mua ka qenë një shkollë jete, ku përveç se kam mësuar, më është dhënë edhe hapësira për ta treguar veten, për të kontribuar njëkohësisht, siç thash, pra nuk jemi na vetëm një objekt, por jemi edhe subjekt njëkohësisht që ndjekim edhe moton ton, që është nga vetja për shoqërinë. Kemi filluar një herë me veten, duke u zhvilluar vetë, pastaj edhe të kontribuojmë njëjtë edhe të tjerat. Dhe në fund, cili është mesazhi që do të përcjellni deri tek të rinjët të cilët ende nuk janë pjesë, mund të themi, të Forumit Rinor Islam, apo që nuk janë, të themi, të angazhuar në aktivitetet? Mesazhi im për të rinjt është që të mos hezitojnë të angazhohen dhe të bëjnë pjesë aktive e kësaj organizate, sepse angazhimi do t'ju mundsojë të krijojnë miqësi të veçanta, të ndërtuara mbi të njëjtin qëllim, të zhvillojnë potencialin e tyre dhe të krijojnë një hapësirë të kenë ku ndihen mirë dhe marrin energji pozitive. Pra do t'ju hap dyer për një të ardhme më të mirë, ashtu siç më ka mësuar njëjtë edhe mua. Edhe juve. Të faleminderit shumë Zeynep që ishe pjesë e emisionit tonë në Ritmi i ditës, kur ne u munduam që të mësojmë më shumë edhe rreth teje, por edhe rreth Forumit Rinor Islam, prej pjesës së tij kur je bërë antare e këtij forumit dhe për gjitha këto aktivitetet që deri më tani i keni realizuar dhe projektet për muajin e shenjtë të Ramazanit, por edhe gjithashtu edhe më herët. Ishte vërtet nder edhe kënaqësi edhe për mua. Shpresoj që përmes kësaj interviste të kemi përcjellur sadopak frymën dhe misionin e Forumit Rinor Islam, edhe pse fjalët nuk janë të mjaftueshme për të treguar se çfarë përjetojmë në atë organizatë. Atëherë faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Shpresoj të takohemi prapë. Shpresojmë patjetër se ne mund të takohemi pikërisht edhe për festën e Fitr Bajramit, ku do të organizohet një festë për fëmijët që të jenë pjesë e këtij aktivitetit. Unë edhe një herë të falenderoj që ishe pjesë e misionit tonë. Ju falenderit edhe juve gjithashtu.